Bashkëpunëtarët Prizrenas janë të njohur pas pitajkave të Ramazanit që shijen e veçantë ja japin farat e zeza. Edhe toplijat që janë një gatim tradicional i cili përgatitet në Prizren edhe në vende tjera të Kosovës, por që traditën e kanë nga Prizreni. Por Prizreni dhe toplijat e këtij qyteti dallohen për shijen e këndshme dhe brendësia atyre që bëhet nga gjiza e njohur për përdorim të këtij gatimi, të cilat kanë shije të veçantë. Po kështu, këto fura dallohen edhe për gatimin e simiteve në specialitet që përdoret si ushqim sidomos gjatë festave. Të gjithëve na kujtohen simitet e femirisë që bëheshin nga maja qiqrës. Është e parushme sidomos aroma që merret shtëpia dhe gjithë lagja kur piqeshin simitet. Prizreni edhe këtë traditë kishte të veçantë. Emri topli vjen nga fakti për bashkim, sepse ai brumi bashkohet nga 4 cepët e brumit dhe aty vendoset të gjiza edhe susami që ndryshe janë fara të shishme dhe të shërushme. Kjo ka dhe domethënien e faktit se toplijat janë ngrënë në familje si dhe familjen e bashkuar. Prandaj dihet se dikur ishin toplijat dhe hallva si gatim festiv bashkë me simitet që bëheshin festën madhështore me këto gatime të veçanta e të dashura e të këndshme edhe në ditët tona. Lidhur me këta dhe prizrenasit flasin ma të birim, kurse qytetarët për toplia i thanë RTV Besa si në gjdati nga Prizreni tregon se toplijat janë kryesisht në sofra tona gjatë muajit të Ramazan. Gjatë gjithë kohës, toplia sidomos në Ramazan janë të adhuruara, por edhe toplijat janë një gatim shumë i adhuruar në Prizren, ku edhe kanë rënjë ky gatim i hershëm. Prizreni njihet për toplia dhe pa dyshim se ky gatim e nderon se cilën sofër të shtruar për shijen që e kanë.